Borshin pra jam prezantuar në fillim në periudhën e gjimnazit, jam rikthyer në 2009 dhe pastaj ku kam shkuar në 2015 si pjesë e familjes, domethënë ku unë vazhdoj dhe të jetoj. Pash një fshat jashtëzakonisht të bukur, me njerëz shumë të emancipuar, po flas për Borshjotët. Pastaj dhe komuniteti që është aty rreth e qark, pa tjetër që dhe ata kanë vlerat edhe e kanë bërë atë gjën e madhe që sot thuhet Borshi. Kur kam shkuar fillimisht aty, në fakt, familjarët e bashkëshortit tim kanë disa prona dhe unë atë instiktin e biznesit edhe thosha çfarë bëni ju kështu, si ka mundësi një cop toke këtu dhe toka të konsiderueshme, pse si investoni, dhe këta me qeshur thoshin që kush i merr ato toka dhe atje asnjëri nuk i blen, edhe unë u thosha e keni shumë gabim dhe e kam besuar në fakt që shumë shpejt Borshi do ndryshonte dhe një nga qëllimet e mia të asaj kohe ishte që unë ta promovoja këtë gjë. Familja e bashkëshortit kishte një biznes familjar. Në fakt, unë të gjithë Borshin e konsideroj si një biznes që më përfaqëson edhe mua gjitha ato investimet që janë atje, sepse qëllimi im është që unë pushusin ta çoj drejt Borshit, drejt këtij vendi, domethënë, dhe promovimi im gjatë gjithë kohës, gjithë këtyre 11 vite ky ka qenë ta sjell pushusin në Borsh dhe të sjell të bëj atë marketingun që unë di ta bëj shumë mirë, për t'i treguar ato më të mirat edhe çfarë përfiton edhe çfarë humb nëse nuk e prek atë gjë. Dhe unë aty nisa ta hapja një faqe në rrjetet sociale për të promovuar biznesin e familjes. Dhe ajo do me thënë, çdo gjë që kam bërë unë më ka mësuar diçka për të bërë pastaj një gjë më të madhe nga ajo gjëja që kam bërë në fillim. Dhe aty pastaj unë jam prezantuar dhe më shumë në rrjetet sociale, duke pasur dhe disa platforma, po faqja që unë sot kam, që e kam në personal, edhe gjithmonë në shërbim të këtij komuniteti dhe jam shumë e hapur dhe kam qenë gjatë gjithë kohës shumë e hapur, duke dhe u thënë që keni banesa ose hotelet që nuk i vini dot në punë, mi sillni mua se jedhim këtu pa përfituar dhe një pa për të pjesën, domethënë që të përfitosh dhe një të ardhur. Mua më ka interesuar që ata të vinë aty dhe kur është sezoni i verës, më thot një shoqe në fakt me të qeshur, unë vetëm ty dhe Sali Berishën. Jo që rrinë tërë ditën në telefon, ç'është kjo punë? Kështu që unë e pëlqej këtë punë, e bëj, mund të them që